Bëhu zëri i atyre që nuk kanë zënë. Njeriu dhe jeta, njeriu dhe shoqëria, njeriu dhe ambienti që e rrethon, idet, sjellja, moralet. Këto janë disa nga pikat kryesore që vërtiten në mendjet e njerëzve dhe në vëmendjen e shoqërisë. Jeta është rruga më e gjatë e një individi. E kjo rrugë që nis nga zeroja ka shumë përbërje në brendësitë të saj, si shpresë, ëndra, dashuri, guxim, vendosmëri, fitore dhe humbje, trimëri dhe frikë. Ajo na servir në tavolinën tonë të mira dhe të këqijat, urrëtien, dëshpërimin, zhgënjimin, hidhërimin, mashtrimin. Por nga ana tjetër, kemi sinqeritetin, besimin, gëzimin e qiltërsinë. Pra pa njërën anë të medaljes, s'do të bënte dot tjetra. Ambienti rrethues i jetës është shoqëria që bën pjesë në të. Sa më shumë luhatje të ketë shoqëria, aq më shumë ndikohet jeta e një individi. Rritemi në një shoqëri me pikpamje morale dhe sjellje të ndryshme, ku nëse ti bën diçka kundër, ose jo në përputhje me këto ide, quhesh rebel, kryengritës. Rritemi në një shoqëri që gërlon nga zërat zhurmues që vijnë nga fundi i shpirtit, por që s'arrin të kuptojnë tinguj dhe meloditë e tyre. Janë zëra të vuajtur, të fundosur nga guri i qëndresës, mentalitetit, kohës e inferioritetit. Zëra që fortuna e botës së jashtme nuk i lë të kumbojnë dhe të gjejnë rrugën e duhur. Por lind pyetja, dhe sa kohë do qëndrojmë me frikën e lëndimit, zhgënjimit, paragjykimit? Kur zëri ynë do shkojë në vendin e duhur? Kur çdo gjë do shkojë në rrjedhën e caktuar? Gjithë këto pyetje në kokën tonë dhe që mundohemi të kthejmë përgjigje. Gjithçka nis me ne si individ, si qenje. Gjithçka nis në momentin kur na arrim të flasim, të shprehim mendimin tonë, të besojmë në vetvete, në momentin kur zëri ynë arrin të dëgjohet, arrin të kumbojë dhe të jap mesazhet e duhura, në momentin që asnjë qenje e brisht nuk ulkryet për ëmbana të lartë me krenari, që arrin të thyë barrierat më të larta dhe e skicon ajo vetë, pa u thyer nga askush, jetën e mrekullueshme që dëshiron.